Lumi i Vjos ka dalë sërish nga shtrati në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele duke rikthyer shqetësimin në zonat pranë tij. Sipas të dhënave zyrtare në mëngjesin e datës 11 janar, niveli ujit arriti kuotën 7.5 metra në matësin e nivelit, ndërsa rreth mesditës u regjistrua një rënje lehtë duke shënuar 7.3 metra. Megjithatë, situata mbetet dinamike dhe kërkon vëmendje të vazhdueshme nga autoritetet. Prurjet e lumit Vjos, të cilat gjatë ditës së shtunë ishin futur brenda shtratit, janë shtuar sërish në orët e mbrëmjes dhe gjatë orëve të para të së dielës. Rritja e sësisë ujit ka bërë që lumi të dalë nga shtrati në disa segmente, duke rrezikuar zonat e ulta përreth. Sipas zburimeve pranë shtabit të emergjencave civile, kjo situatë mund të paralajmërojë një rritje të mëtejshme të nivelit të Vjosës në orët në vijim. Parashikimet flasin për mundësinë që niveli ujit të arrijë deri në 8.5 metër, nëse prurjet vijojnë me të njëjtin intensitet si kundër ishin në orët e para të mëngjesit. Megjithatë, nga qarqet e sipërme të rrjedhjes së lumit vijojnë sinjale pozitive. Burimet zyrtare konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se nga Gjirokastra, Përmeti dhe Memaliaj janë raportuar lajme të mira, pasi rreshtit e shiut janë dalur dhe temperaturat kanë shënuar ulje. Këta faktor pritet të ndikojnë në stabilizimin gradual të situatës në lumin Vjos. Autoritetet theksojnë se ndërprerja e rreshjeve në zonat burimore të lumit dhe rënja e temperaturave krijojnë kushte që prurjet të ulen, duke çuar situatën drejt normalizimit në orët dhe ditët në vijim. Gjatë mëngjesit të kësaj të diele, prurjet kanë qenë me intensitet të lartë, veçanërisht në zonën e Memaliajt, ku niveli ujit ka arritur deri në 7 metra. Në disa zona pranë shtratit të lumit janë konstatuar përmbytje të sipërfaqeve bujqësore, ndërsa deri më tani nuk raportohen dëme në banesa apo për rrezik të drejtë për jetën e banorëve. Autoritetet lokale dhe strukturat e emergjencave civile janë në monitorim të vazhdueshëm të situatës, duke ndjekur nga afër ndryshimet e nivelit të ujit dhe duke qenë në gatishmëri për të ndërhyrë nëse do të jetë nevojshme. Në zonat më të rrezikuara janë vënë në dieni edhe banorët, të cilët janë udhëzuar të marrin masa parandaluese dhe të qëndrojnë të informuar për çdo zhvillim të ri. Në vijim pritet që situata të varet nga kushtet atmosferike, pikërisht në orët e ardhshme, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për qetësi, por edhe për kujdes të shtuar, duke theksuar se çdo ndryshim i papritur do të komunikohet në kohë reale.